Pra, nga meshkujt më ishte bërë faktikisht kjo pyetje që dua të zgjas kaq, dua të zgjas aq, kam qef të kushtrim përshëndetje, faleminderit, kam kaluar shumë mirë, shpresoj të njëjtën gjë edhe për ju, mirëmbrëma Agim. Kështu që pra, nga që më ishte bërë si të thuash kjo pyetje kaq shumë sa të zgjasim, ndërkohë edhe vajzat ma kishin krijuar këtë lloj bindjeje që duhet të flisja për diçka të tillë. Për arsye sepse problemet të shumta gjatë zgjatjes apo jo të aktit seksual indikonin në rast ardhjes në orgazm, në bazë të stimulimit, të këtyre lloj fenomeneve që ndodhin gjatë kësaj gjëje. Prandaj, pyetja që do adresoj pyetja që do adresoj sot do jetë pak a shumë sa duhet të zgjasë një akt seksual. Dhe ndërkohë, sigurisht që kjo vjen dorë në dorë me stimulimin e femrës, sepse unë e shikoj nga pikpamja e një femre këtë gjë. Atëhere, kam diçka. Si është puna, sepse të tjerët e dinë që këto që thua, po puna është se s'kan guximin të shprehen si ti, jo se s'kan guximin të shprehen, por e kanë të zorshme të shkruajnë këtu komplimenta. Faleminderit, Edmond. Prandaj për edhe unë e kam ndërmarrë këtë gjë, nuk është se e kuptoj domethënë këtë gjë që interesi qëndron sepse e shikoj në natyrën e biznesit tim, e shikoj sa shumë interese, sa shumë mesazhe që unë marr gjatë javës dhe sa shumë kërkesa për rësti, më të thash marr gjatë javës dhe për mua ndonjëherë është edhe shumë e vështirë që të jem për të gjithë atje ose të kthej përgjigje të gjithëve. Prandaj kjo e premtja më pëlqen. Eri përshëndetje, Agim. Po, tamam, ashtu është faktikisht. Kështu që ideja është domethënë që më ishte bërë shumë pyetja nga meshkujt që sa shumë domethënë sa duhet të zgjasin. E kam problem shumë madh që të zgjasin 30-40 minuta, një orë, më thej të thash. E di si është puna? Kjo gjë është shikohet në dy aspekte. Megjithatë, ka shumë vajza për shembull që e neglizhojnë ose shumë femra që neglizhojnë të bërit seks për arsye sepse kur mendojnë që do jetë një maraton, nuk kanë as më fuqi dhe as në energji që të shpenzojnë për këtë gjë. Kështu që u kthehet më shumë jo në kënaqësi sesa u kthehet në punë kjo gjë. Kështu që unë faktikisht pata rastin nga që më ishte bërë kaq shumë kjo pyetje, po shpjetoja dhe po lexoja dhe fura re disa studime që ishin bërë. Megjithatë, dhe studimet varjojnë, nga 7 deri në 15 minuta, 13 minuta, ka dhe 3 minuta, ka dhe 30, 20, 30 minuta, 45 minuta janë të ndryshme. Tani, për mua si armitë, më thonë, ta them nga vetja ime. Për mua, një seks normal është 20 deri në 30 minuta. Ama, ky seks 20 deri në 30 minuta shiko unë ose edhe 40 minuta maksimumi, unë përfshi paralojen dhe stimulimin. Nuk po flasim vetëm për penetrimin, pra, po flas sepse kjo ishte edhe një debat që u zgjua, si të thuash edhe në komente që unë vura re dhe që lexova, që ishte s'ka rëndësi kozgjatja, po ka rëndësi cilësia ose llojet e stimulimeve, gjëra të tilla pra. Dhe për mua, si armit për shembull, një 30 minutë do ishte jashtëzakonisht shumë i pëlqyeshëm. Për arsye se flas pra, kjo është në kontekstin e paralojes, në kontekstin e stimulimit. Dhe në rast se unë dua që të bëj seks me epsh, në rast se dua që të bëj dashuri, siç i themi ndryshe, për shembull, të make love, të bëj dashuri, atëherë më pëlqen ajo zgjatja 30 ose 40 minutave, koha e masazhimit, koha e stimulimit, stimulimi vizual, çdo lloj stimulimi, pra stimulimet manuale, seksi oral i përfshirë. Domethënë, në rast se jam në këtë pikë, jam shumë e kënaqur, po nuk është e thënë që gjithmonë të jetë kaq e gjatë, pra. Në rast se unë e kam ditë jave, ose ditë pune, ose nesër është shkollë, unë do shkoj në punë, partnerim do shkoj në punë, nuk është e thënë që të zgjas kaq shumë, domethënë. Kështu që di si është puna në një marrëdhënie kur është e re dhe
akoma e pa konsoliduar zgjat më tepër akti seksual, për arsye se partnerët janë duke eksploruar me njëri tjetrin, janë duke mësuar për njëri tjetrin. Dhe u merr pa kohë, domethënë janë akoma në atë fazën e eksplorimit, impresionimit, të vënit të qenit domethënë që jam shumë i mirë, ke parasysh nga eksperiencat e kaluara duan të sjellin më të mirën e mundshme në repertor, janë shumë gjëra. Kurse kur je në një lidhje faktikisht të qëndrueshme dhe të gjatë, e di se çfarë të stimulon. Për shembull, tek unë që kam 20 e më shumë vjet martuar me partnerin tim, unë e di se çfarë më stimulon mua dhe e di shumë mirë se çfarë stimulon partnerin tim. Kështu që për mua mënyra e shijimit të seksit është në 2 mënyra. Është ajo 30-40 minuta për shembull që ndonjëherë edhe mund bëj një pushim, hey, ma merr një shishe ujë frigoriferit, lutem, ke parasysh, është dhe kjo lloj. Ose është dhe ajo tjetra për shembull që e vazhdon, për shembull është masazhi siç fola më sipër, janë gjërat më erotike, duam provojmë një lodër të re, dua të më lidhi, dua të më japi një eksperiencë tjetër, dua të më godasi diku ose ke parasysh dua të provoj një lloj fantazie si një lloj tjetër dhe me këtë e pranoj atë kozgjatjen. Bile kam parë shumë komente që më thoshin, "Oh, zgjat 1 orë, 2 orë, 3 orë." Dhe faktikisht nuk e kam bërë komentin asnjëherë live. Po, e kam menduar më mbrapa dhe son me qenë se është e tema e tillë, një nga gjërat që më ka ardhur në mendje është domethënë që kur më thua që po zgjahet 1 orë, 2 orë, e mbaj domethënë 1 orë gjys, 2 orë, unë mendoj me veten time di çfarë, unë i kam dhënë atë gjumit sipër. Kështu që unë i bie domethënë që okay, po vëj pul në zjarr. Ke parasysh po shkoj sipër, I'm getting it on, po filloj domethënë ke parasysh qefin, stimulimet, më tej të thash dhe mbas 20 minutash po shkoj poshtë, po kthej pulën, po e shikoj, po filloj prap stimulime, po filloj prap domethënë hey, aksionin e madh, epshin, më the të thash, dhe mbas i kam mbaruar gjitha këto pulash për gati dhe ne thjesht zbresim poshtë për të ngrënë. Domethënë në rast se do mendoni që seksi është 1, 2, 3 orë, më the të thash. Nuk e di me kë partner janë ata, dhe dua ta pyes atë partnerin që hey, si ndjehet, a dëm? Po nejse, kjo është për tjetër herë faktikisht. Për sa i përket, pra, kur dua të bëj dashuri me epsh, ose dua të eksperimentoj, po, më merr gjatë. Dhe ideale për mua është 20-30 minuta, 40 minuta maksimumi. Kurse, tjetra që e shijoj shumë shpesh, duke qenë se ke parasysh jam grua, jam vajz, jam nën, më duhet të laj, të shplaj, të bëj çdo gjë tjetër. Domethënë kemi arritur në atë dijen, si të thuash, që hey, bam, faleminderit madam. Ke parasysh, domethënë ai që zgjat 5 ose 7 minuta seks. Kështu që kjo lloj lëvizje që hey, bam, faleminderit madam, është shumë efikase dhe është thjesht e merr të njëjtin stimulim dhe të njëjtin dozë, domethënë eksidimi, po thjesht e përjeton dhe e percepton ndryshe. Kështu që këtë desha ta qartësoja, se nuk ka faktikisht një lloj përgjigje të saktë që hey, seksi ideal është kaq dhe nuk duhet kaloj absolutisht as 1 minutë më kaq. Nëse ke qenë ndonjë gjë për swingers, i lutem në inbox. Okej. Po më kapin dhe syt një çik komentet. Goca që nëse zgjat 2 orë vetëm me të parë. Tash pra unë bëj atë trukun e pulës tu për 2 orë që vetë shikoj pulën e kthej e rregulloj vetë sipër, pastaj është koha për të ulur për të ngrënë darkë, domethënë sigurisht. Megjithatë, kam bërë të një ndarje pak a shumë sepse thash, kjo erdhi në një kontest që vajzat po më pyesin dhe ndërkohë më pyesin dhe shumë që si të kënaqen në shtrat. Pra, si femrat të kënaqen, çfarë të bëjmë meshkujt që t'i kënaqin më mirë femrat në shtrat. Dhe varet Klodiana, po edhe mund të prishen, për arsye se varet nga çfarë lloj stimulimi, meqense ma zuri syri këtë koment. Shiko, ti mund t'jesh duke burgojore, për ndërkohë duart i ke lira, ose të paktën një dorë e ke të lirë, kështu që dorën tjetër e ke për stimulim dhe gjatë kohës që ti i jep ato pastirmat, i jep atë epsh partnerit, i jep, si të thua, shikon dhe e kanë seksin më të mirë që kanë pasur në jetën e tyre. Domethënë duhet parë edhe me këto gjëra. Pra në rast se keni vënë re për shembull në porn,
planet që merren, për shembull, janë femrat janë jashtëzakonisht shumë të hapura, shumë të ekspozuara, ke parasysh domethënë ose janë në pozicione që ti vret mendjen që si po ri aty dhe ndihesh rehat, domethënë e ngritur në një farfeje apo e kapur apo ke parasysh forcë trupore jashtëzakonisht shumë e fortë e ushtruar, më the të thash, këto gjëra duhet të bëjnë një trigger, ke parasysh t'ju lën diçka që është pra nga ana vizuale dhe vërtet duket mirë në kamerë, por nuk shijon aq mirë. Pra kjo është e ideja. Kështu që femrat duan që kur bëni diçka, thjesht mos imitoni dhe të kërkoni atë të porn. Kjo është ideja pra. Ama, unë thash, për të plotësuar dhe për të pasuruar repertorin, është shumë mirë që të shikohet, pra sepse merr idet. Dhe kjo është, domethënë, sigurisht shërbenden atë që hapen diskutimet ose fantazit, aty ke mundësi shumë mira për të komunikuar me partnerin. Për shembull, shikon dhe këto rrugët e tjera që mund të komunikosh ose aty për shembull mund të mësosh me diçka të tillë çfarë i pëlqen, çfarë ndes, çfarë mund të bësh, çfarë mund të shtosh, çfarë mund të heqësh. Domethënë, kështu që ka edhe anën pozitive. Siç e thash edhe më përpara, pra, me trukun e pulës edhe të furrës, 2 orë është shumë e gjatë. 1 orë gjys, 2 orë. Po, Isa, me qenë se e ke shumë problem, e marr dhe e performoj shumë bukur të lloj gjëje, do flas prapë për këtë gjë, e kam bërë një video për këtë lloj gjëje. Përshëndetje. A ka sëmundje seksuale? Sigurisht. Kështu që, pra, qëndresa ndaj aktit është shumë e mbivlerësuar dhe shumë e kamufluar dhe një nga rezultatet e saj është porn. Kështu që aftësia e vaginës për të lubrifikuar, domethënë gjatë seksit maraton është e kufizuar, nuk është aftësia e vaginës për të lubrifikuar ka një limit, nuk është pafund. Pra, kjo është ideja. Kështu që është disi është puna, kjo gjë është koha, është unë e thash dhe përpara, pra, kur vjen në qef. Pra, kur vjen në qef, koha e duhur është ajo kohë që merret sa të dy partnerët të arrijnë në orgazm. Kjo është faktikisht përgjigjja ideale e kësaj pyetje. Dhe mund të jetë 15 minuta, mund të jetë 7 minuta, mund të jetë 20, 30 minuta, 40 minuta. Nuk ka një përgjigje. Pra, koha e duhur e kësaj gjëje është atëherë kur të dy partnerët arrijnë në orgazm. E keqja është faktikisht se e arritura në orgazm është një çik për femrat merr gjatë. Femrat i mendojnë gjërat dhe i storolojnë gjërat dhe stimulimin e ndjejnë ndryshe nga mashkulli. Kështu që ke parasysh ka një moment që për shembull unë si Armin më pëlqen një lloj stimulimi dhe në rast se e vazhdon atë lloj stimulimi për një farë kohe, unë të përgjigjem, pra unë arrin në orgazm. Ama në rast se partneri im për momentin është duke bërë këtë stimulim, po ndërkohë mendon që diçka tjetër mund të ishte më interesante dhe shkëput ritmin e këtij stimulimi dhe këtë stimulim, atëherë mua më kalon momenti i të ardhurit në orgazm nga kjo gjë që po ndjeja, pra. Dhe do më duhet ta filloj nga fillimi këtë gjë, pra e humba të koncentrimin. Kjo ishte ideja që dua të them. Megjithatë, nga që femrat për shembull ndonjëherë, kjo është shumë gri. Dhe këtu vjen ajo që njohja e trupave të tu dhe njohja e partnerit, pra ajo të qenit komfort dhe rehat me partnerin. Këtu hyn ai lloj komunikimi që domethënë ka rëndësi, për arsye sepse në rast se vazhdon shumë gjatë dhe partnerja nuk po të përgjigjet, ajo e ka kaluar atë pikë, kështu që duhet të rigrupohesh që të kthehesh prapë tek ajo pikë. Dhe mbase është okay që atë kohë, në atë moment që ju patët këtë eksperiencë seksuale, ajo nuk arriti në orgazm. Domethënë, ndonjëherë ndodh që edhe mos arrin në orgazm. Është më se normale. Në të kundër pra siç shikohet në porn që ke parasysh aktorët gjithmonë vinë me furi edhe në një magnitudë të tmerrshme, më the të thash, domethënë, nuk është ky perceptimi, pra dhe femrat i vret kjo ndjenjë, sepse dhe ne shikojmë atë gjë dhe mendojmë që pse nuk jam ushtur, kam diçka që nuk shkon tek unë. Kjo është ideja. Pra, ideja ime është, domethënë, që kjo do hapje në një linjë komunikimi këtu. Dhe ky komunikim nuk bëhet kur janë krevaci, çik von për këtë punë. Tashi, okay, mund të ndërmarrësh nisma dhe ke parasysh mund ta kthesh situatën ndryshe, me charm, me epsh, me shumë gjëra, por e mira është që këto gjëra për shkakun të bëhen në një moment kur je thjesht duke bërë një bashkëbisedim të këndshëm. Unë faktikisht nga eksperienca ime, partneri im vdes për makarona, pasta. Kështu që unë zakonisht, sa herë shoh që e ha,
si t'jen linguini, si t'jen spageti, si t'jen ravioli, gjithmonë domethënë më jep një spark në mendje, një shkëndi në mendje dhe gjithmonë i bëj një lloj shakaje të tillë që ashtu si po e lëpin atë ose si po e thith atë makaronën tani, ke parasysh dhe po e shijon, ashtu duhet ma bësh mua për shembull. Dhe aty i trigger një gjë të tillë, domethënë e di. Dhe e bukur e fare sepse në këtë kontest fjalë nxjerr llafin. Dje në mëngjes ishim gati për të shkuar në një mbledhje, isha gati për të shkuar në një mbledhje. Dhe marr një tekst, zemra dhe gjuhë. Dhe ke parasysh shumë e zënë duke bërë letrat gati, e shikoj dhe i them, "Çfarë?" Dhe kjo që më thot, "I love you and I want to eat you." Të dua dhe dua të ha. Dhe mua më kujtua historia e raviolit, më kujtua pastaj edhe gjëja që do flisja sot. Të më dha pak a shumë një lloj shkëndije, domethënë për këtë. Kështu që pra, ideja është kjo që është okay që ndonjëherë nuk arrin të orgazmosh në moment. Por trupat tanë janë shumë sensitiv. Sidomos trupat e femrave, pra tanët kur flen tonat, janë shumë sensitive. Kështu që duhet jeni shumë gentil, duhet jeni ta filloni avash këtë gjë. Në porn për shembull kur e shikoni që ka gjithmonë kështu këto goditjet matrapik. Goditjet e forta, ato penetrimet e forta kafshërore, më the të thash. Shiko, kjo është normale, domethënë dhe ka femra ose që e pranojnë këtë lloj eksitimi dhe këtë lloj stimulimi dhe u pëlqen. Por ideja dhe ky kësaj gjëje është që të fillohet avash, domethënë avash duke e rritur pastaj. Dhe ideja ime perfekte sa avash për shembull është që fillo avash, më sill në trup, pastaj fillo dhe më të riq flokët. Prandaj edhe ky stil i flokëve mi ka një qëllim, nuk është pa qëllim, që i kam tërruara kështu dhe to gjata. Pra, ideja është domethënë që e kam bërë këtë me dieni të plot, domethënë kjo është ideja, pra që të fillohet avash, po pastaj të rritet ritmi pra. Atëherë, si fillohet avash? Çmendim ke për shqiptarët nuk din me e bo me lap. Do flas për atë. Faktikisht jam më dëgjoj. Ti e merr ngoj, po. Unë e kam thënë këtë gjë tani. Patjetër, megjithatë do vazhdojmë. Atë aman, po më ja. Po pra, ajo është ideja pra që gjithë meshkujt e kujtojnë se është aty në formë dhe ajo lloj penetrimi, ajo lloj goditje është ajo që duhet. Tash pra, fillo avash dhe pastaj kap flokët edhe fillo fort. Po gjithmonë duke pyetur femrën, ke parasysh gjithmonë duke marrë dhe lejen, duke qenë gentil, më the thash. Kështu pra, zakonisht femrave u pëlqen të përkëdhelen, u pëlqen të arrin atë temperaturën e zjerjes. Kjo është domethënë me nxitim. Domethënë, të bësh atë pa nxitim, po dhe pa pauza, sepse unë fola, ke parasysh vërtet, domethënë po më stimulon, po merr kohën që po më stimulon, po në rast se mendon që për një moment të marrësh një ndërprerje dhe do bësh diçka tjetër, pra, ke parasysh ajo mua më çorienton, më heq koncentrimin. Pra, kjo është ideja, kështu që duhet filluar pa nxitim dhe pa pauza. Duhet merrni atë kohën e kënaqësisë, e krijimit të kënaqësive, pra gjitha llojet e përkëdheljeve. Unë e thash edhe këtë ritmi, domethënë duhet shikoni ritmin njëra, avash, pastaj do filloni do shpërtoni, pastaj do ktheheni prapa në ritëm më të avashtë. Unë e kam bërë edhe me stimulimet, për shembull me pjeshkën, nuk e di e mbani mend videon e pjeshkës me llojet e stimulimeve. Po është e rëndësishme që femra ta kuptojë që edhe mashkulli po ndjen kënaqësi ndaj ajo që po i bën asaj, pra nga dhurimi i kënaqësisë. Pra për mua është shumë eksituese kur unë e shikoj në sytë e partnerit tim që ai ke parasysh po eksitohet, edhe fytyra, shprehjet e tija, frymarrja e tij, domethënë që ai po më sjell mua në qef, mua më jep një ndjenjë, domethënë akoma më kënaq, domethënë akoma më më epsh, akoma më kënaqësi, më bën të vi vetëm nga ajo ideja, domethënë kjo është ideja. Kështu që djema, që po më ndiqni tani, atë egon hidheni çik kështu nga ana tjetër. Edhe mos e kapni me dorë për ato kohë, ato 15, 20, 30, 40 minuta që do shpenzoni duke bërë seks, lëreni egon më njanë, pra. Edhe kjo ideja që ke parasysh mikloje femrën, pra, bëhe që të relaksohet, bëhe që domethënë ta shijoj këtë shkëmbim kënaqësie, dhe këtë unë e thash, e fola dhe me anën e komunikimit.
domethënë duhet ta dish se çfarë ndes më shumë, çfarë fantazish, çfarë dëshirash, çfarë pikash i gjenden asaj që i japin kënaqësi sa më të plotë dhe sa më lehtë edhe për juve pra. Dhe ideja është domethënë që thash pra, ajo marrja avash ka një truk, ka një metodë në këtë çmenduri të gjithën, domethënë është një metodë pak a shumë pra. Imagjino, domethënë ajo ritmi, ajo stimulimi, ajo ngritja e ritit, ngritja e amperit, pastaj domethënë me pozicione të ndryshme, duhet ta shikoni pra, dhe unë do flas edhe pak për pozicionet. Po kjo është ideja, merrni avash, jo shumë avash, por ndizni epshin duke stimuluar, pra duke pasur atë pikën që ajo e ka stimulante. Këtë e keni studiuar, e keni parë pra. Edhe vlerësoje ritmin e saj, pra shikoje femrën se si përgjigjet ndaj një stimulimi dhe çfarë ritmi merr trupi i saj nga lëvizjet për këtë gjë, dhe atë vazhdoni. Dhe tjetra, shumë e rëndësishme për një femër se më pyesin gjithmonë faktikisht, mbaruat punë? Fakti më mbrapa, domethënë. Zakonisht ka shumë dhe besoj që ne shqiptarët e kemi çka të që e mbaruat punë, pastaj një kështu, okay, ktheheni nga ana tjetër, filloni gërhisni ato 5 minuta. Unë për shembull, si armit më pëlqen shumë kjo. Nuk dua ta anashkaloj këtë gjë, domethënë nuk më pëlqen ta anashkaloj këtë gjë mbas aktit seksual. Për shembull dua të flas për çdo gjë në ato momente dhe për asgjë. Dhe zakonisht ose e mira fare është partneri im ka shumë dëshirë të haj mbas asaj gjë. Edhe çash, ne kemi dhomat sipër, ai zbret, më thret, Armin, ke parasysh çfarë do? Çat haj, të vënë çik kështu, zakonisht kemi unë ambërsirat rilarg, i dashuroj, vdes, me ambëlsira ma merr mendjen për çdo lloj gjë. Domethënë nëse më prishësh mendjen, me ambëlsira ma prish mendjen, po mundohem të rilarg. Kështu që zakonisht për shembull kam qef shumë pite me djathtë, këtë kavall më pëlqen dhe për shembull dëgjoj Blendin për shembull që më thret, "Hey Armin, ke parasysh hajde se po bën një çik kështu." Dhe mua ajo më pëlqen, është gjëja më fantastike. Është domethënë për mua është shumë intimitet, është shumë kënaqësi dhe e bën seksin, atë eksperiencë që kam kaluar akoma dhe më të ngrohtë, akoma dhe më të pëlqyeshme. Megjithatë, ajo që dua ta theksojmë për meshkujt shqiptar, njihni atë anatominë e partneres tuaj, lokalizoheni klitorin, shikojeni ku është, si është, mund të jetë mbuluar, mund të jetë zbuluar, shikoni buzët, hapjen vaginale, ke parasysh buzët e vogla, buzët e mëdha dhe hapjen vaginale, se si është, ku është, që të njiheni me të. Dhe nuk po e them se nuk e dini, po ky, në rast se nuk e keni këtë informacion ose e injoroni këtë informacion, është më vështirë për të gjetur stimulimet e duhura në momentin e duhur dhe prandaj ju merr kohë dhe prandaj nuk arrini dot ta sillni femrën në qef. Kështu që ke parasysh, unë e thash pra, e kam thënë dhe herë tjera, pas trurit për një femër, klitori është organi seksual, është organi me kënaqësinë pra që ka, si të thuash, që fokusohet kënaqësia seksuale e një femre. Është më e rëndësishme për shtruri dhe klitori. Kaq, në rast se nuk dini ta stimuloni këtë gjë, investoni të mësoni te kjo gjë pra. Dhe sigurisht pra fantazit, ato fjalët e bukura, më the të thash, çfarë pëlqen, komunikimi. Asnjëherë nuk duhet të ndërpritet pra komunikimi. Puthjet. Çdo akt seksual për mendimin tim duhet filloj me puthjet. Dhe sigurisht buzët stimulimi, po nuk është, puthjet janë për të gjithë trupin. Janë domethënë nga koka ke këmbët, nga lart poshtë, si të doni. Pra mënyra më e mirë për të treguar një eksitim dhe për të zgjuar eksitimin tek ju dhe tek partneri është me anë të puthjeve. Pra kjo është ideja, sepse ato stimulojnë dhe pjesë të tjera të trupit, pra dhe arrin që me anë të puthjes, me anë të puthjeve në çdo vend të trupit, femra arrin stimulohet dhe fillon gjenerohet pra lagështira natyrale e saj, lubrifikimi. Njomja. Kështu që seksi oral, me qenë se e keni merak shumë të madh, seksi oral është fantastik, për një femër është i jashtëzakonshëm. Jo, megjithatë duhet konsideruar që jo të gjitha femrat kanë dëshirë ta japin ose ta marrin. Kështu që në rastin e një lidhje të re, do ishte mirë që të mund ta sillni si argument, pra në fazën e komunikimit ta sillni si argument. Po seksi oral tek femrat është jashtëzakonisht, domethënë tek mashkull për femër është jashtëzakonisht stimulues, është jashtëzakonisht i pëlqyeshëm, është komplet tjetër ndjenjë. Dhe këtu domethënë keni
fatin e mirë që duke njohur anatominë, pra duke njohur pikat e nxehta, të performoni të shpalni repertorin tuaj. Kështu që nuk e shqipton organet gjinitale në gjuhën shqipe, Artan unë po i shqiptoj organet gjinitale në vagin, penis, si është gjuha shqipe, sepse gjuha letrare që unë flas, unë kështu jam mësuar në shkollë. Ti po thua slang rruge. Well, unë faktikisht kam emrat e mi për ata, kështu që janë dhe më qesharak një çik, kështu që preferoj që t'i referohem gjuhës letrare. Pra, seksi oral tek femrat jashtëzakonisht i pëlqyeshëm, dhe këtu e keni pra atë mundësinë për të parë të gjitha llojet e reagimeve. Këtu e keni atë mundësinë një herë tema, mos prezumoni që e dini një gjë. Në rast se nuk e dëgjoni nga goja e partneres tuaj, nuk e dini. Ju garantoj këtë gjë. Kështu që po këta nga vlore do vish ta bëjmë leksion motra. Unë ande jam dhe po jap leksion, kështu që ju me qenë se e dëgjoni, unë ju falenderoj që e dëgjoni, kështu që merrni këtë dozë edhe birë në praktik. E gjithë historia e kësaj gjëje është ju ta praktikoni këtë gjë pra. Pra, unë këto desha që të referohesha për sa i përket këtyre trukeve të vogla, sepse më ka mbetur në mendje një mesazh që më shtën që vajza që më shkruajti nuk ishte arritur shumë herë të kënaqej plotësisht dhe mendonte që ishte faji i saj. Dhe më vjen shumë keq që e ndjente këtë gjë pra. Nuk besoj se është faji i saj, pra besoj që kjo është një gjë që bëhet në midis dy vetave. Kjo është ideja. Dhe ideja e kësaj është domethënë që partneri i saj duhet të kushtoj pra vëmendje ke çfarë e ndesata duhet të busti shumë para lojën, domethënë të gjitha llojet e trikeve, duhet të shkoja vash kjo gjë dhe duhet ta çoj në qellin e 7 me figurën 8. Ajo figura 8 nuk është kot. Ma ka mësuar faktikisht edhe dikush që unë e kam shumë për zemër, ma ka mësuar në kërcim. Faktikisht kam pasur fatin të marr disa klasa kërcimi në Tiranë. Dhe profesori që kam pasur ishte i mrekullueshëm. Dhe rregulli i tij i 8-s funksionon edhe në seks. Ai gjithmonë më thoshte për shkakun që lëvizi hips në numrin 8. Domethënë kjo është ideja se si duhet të lëvizësh hips anash. Po të njëjtën gjë ka të bëj edhe në seks. Edhe një femër kur e bën këtë lëvizje e çmend partnerin, po dhe një partner kur e fërkon femrën dhe lëviz në këtë farfeje, domethënë në rregullin e 8-s, në atë figurën e 8-s, ajo teknika është jashtëzakonisht efektive. Faleminderit Arsela. Faktikisht preferoj, e di që më dëgjojnë, e di që më komentojnë. Megjithatë mua kjo më jep forcë, më jep megjithmonë forcë për ta vazhduar këtë gjë. Kështu që e vlerësoj, unë shikoj interesimin edhe një qoftë se një nga fjalët që unë flas sot do ta merrni me vete, dhe sot është e premte, pra unë them gjithmonë që keni shtunë dhe dielën për të pasuruar repertorin dhe për ta perfeksionuar repertorin. Kjo është një gjë shumë e mirë, kështu që faleminderit e përshëndes. Pra, ideja është domethënë ajo figura 8 që kisha për të thënë, pra është shumë efektive. Meqense se ishte ke marrja e ideve dhe për të pasuruar repertorin, po dal përsëri pra ke repertori, jepini hapësirë repertorit tuaj. Pra, kohë pas kohe mundoni për shembull që ta pasuroni këtë repertor. Gjërat evolojnë shumë. Ka qenë misionari, tani po flitet për 69-ën, më the të thasht, jashtëzakonisht pra lodra të ndryshme, stimulant të ndryshëm, ke parasysh nuk është domethënë stimulohet, pra ajo figura 8 që unë fola mund ta bësh me dorë, mund ta bësh me gjuha të figurën 8, mund ta bësh me organin seksual nga jashtë, pra me penisin duke stimuluar hapjen vaginale. Kështu që imagjino, këto janë 2-3 gjëra, 3-4 gjëra që i shtoni repertorit tuaj. Gjëra që po i dini, por duke e bërë pra edhe një herë, pra të stilin e 8-s që unë sa thash, kur vjen puna ke shtimi repertorit, mund ta lidhësh shumë, mund ta performosh atë stilin e 8-s të figurës 8 me gjuhë. Mund ta formosh me penis jashtë vaginës,
mund ta përmorosh me gishta, ose një inkorporim të gjithë, ose me një lodër, me lodrat e vogla që janë të vezët penetruese dhe me ato për shembull ajo bëhet një lloj stimulimi, ose dhe vajza tek mashkulli, në rast se ajo e kalon dorën në këtë formë, pra në formën e tetës me një lloj vibratori të vogël apo stimulues të vogël, është komplet tjetër eksperiencë. Kështu që nuk duhet ta neglizhoni pra atë zgjerimin e repertorit. Kjo ishte ideja. Shoqet e klasës, mbase. Kështu që jo, ne shqiptarët nuk jemi ashtu, jemi pak më të ngurtë dhe jemi pak brenda kornisave, por jo se nuk jemi të menaxhueshëm dhe të përpunueshëm. Kështu që nuk jemi fare ashtu, në bazë të kërkesave që unë marr dhe porosive që unë shikoj që më vinë në çdo ditë, nuk janë fare të tillë. Kështu që pra, truk tjetër nuk duhet të ketë absolutisht asnjë lloj pjese të trupit që ta neglizhoni. Dhe ke parasysh nuk është puna vetëm atje që fokusoni, unë e kam thënë dhe më përpara këtë gjë, mos u fokusoni vetëm tek vagina pra. Jepni prioritet gjoksit, jepni prioritet shalve, jepni prioritet kofshëve nga brenda, vitheve, gjunjëve, mbrapa gjunjëve, pulpave, këmbëve. Ke parasysh gjithmonë domethënë jepini përparësi të gjitha pjesëve të trupit. Kjo ishte ideja. Është shumë e rëndësishme për ju meshkujt të dini të stimuloni, thash, edhe kur fola për puthjet që thash filloni pak dhe vazhdoni më poshtë, domethënë kjo ishte ideja. Shqiptarët do bëhen dhe unë do t'i bëj që të bëhen akoma dhe më me epsh sa që kanë qenë, dhe jo se po më fluturojnë veshët tani për këtë që thash, po më pëlqen që ka hyrë kjo frymë dhe shikoj goxha, domethënë të paktën nga janari dhe tutje, më shikoj goxha ndryshim në pyetje, në produkte, në angazhimin që kam, kështu që më pëlqen jashtëzakonisht kjo gjë. Kështu që edhe gishtat e kam e kisha Ajo është nga fantazitë e mia që nuk janë nga fantazitë e mia, po që mua më pëlqen t'ja jap partnerin një gjë të tillë, nuk jam shumë në të thithurën e gishtave, por vajza, kjo është truk shumë i mirë në rast se doni që ta çmendni partnerin, mos ja neglizhoni këmbët me pak lubrifikant ose vaj masazhi të ngrohtë, një fërkim masazhi i kam shumë sensitive. Faktikisht kjo është një nga ato të fshetat e meshkujve që jepen shumë shpejt për t'ja bësh një gjë të tillë. Kështu që është një hile e vogël për shembull që ma dëgjoni, domethënë kur të keni ndonjëherë kohë kur është ajo koha që ke parasysh doni të bëni atë seksin e gjatë ose të bëni dashuri, kjo është një nga ato gjëra që ta kënaqni partnerin, për shembull një vaj masazhi të ngrohtë pak, imagjino masazhimin e këmbëve është fantastike, nuk ka mashkull që nuk e pëlqen. Po ashtu të femrat, përshëndetje nga Gjakova, përshëndetje nga Connecticut Ismail. Faleminderit që po më ndjek. Kështu që shqiptarët janë të djegur dhe shumë mirë që janë të djegur, sepse duhet ta mbajnë të zjarrin ndezur, patjetër. Kështu që bile një nga fokuset duhet ishte edhe ajo që të performojnë një seks oral, të mësojnë të stimulojnë femrën në seksin oral. Nuk ka gjë më ndjellëse, nuk ka gjë më eksituese, nuk ka gjë më me epsh se seksi oral, absolutisht. Sigurisht që më çonë që janë në shtatë shijojnë pafundësi, domethënë, po ka ikur ajo koha, pra kur them te pasurimi edhe i repertorit që kanë qenë kohët e vjetra që ke parasysh, femra e bënte atë punë dhe mashkulli dukej vetja sikur ke parasysh pitej puro dhe mendonte se sa të mirë e ka jetën, edhe thjesht kjo ishte jeta funit. Nuk është ashtu, pra, është komplet tjetër, pra, ndërkohë që sepse ishte prezumimi që kur jep femrës dhe atë seksin oral të dominon ty femra, po nuk ka kënaqësi më të madhe. Pra kjo ishte ideja që nuk e me has kokuq, jam e sigur që ka plot si unë, e ke gabim bile. Kështu që mirëmbrëma, përshëndetje. Iledi. Unë pra po e them dhe po e sqaroj edhe me shembuj, kështu që kjo është ideja. Kështu që ato pozicionet për pikën G mos i harroni, nuk është një mit, e kam thënë edhe përpara, nuk është një pikë, është një zonë, kështu që ajo është bile sa një kokër arë,
kur stimulohet dhe gjendet shumë kollaj kur është e eksituar, e kam thënë shumë shpesh të gjë, kështu që mos harroni ato lloj taktikash për ta hitur këtë pikën, për ta goditur këtë pikën G. Dhe ajo është fantastike, domethënë se si arrin stimulimi i saj, sidomos metodat e gishtave, ajo hajde këtu ajo metoda e tillë. Kështu që si ta bëj një vajzë për vete. Ndiq to metodat në shtrat e ke fjalën apo në rrugë? Në rrugë përdori të gjitha mundësitë që ke, mëso, studio nga eksperiencat nxirmës tim, kurse në shtrat po të dëgjosh diçka nga këto që unë them, ke shumë mundësira që ti ta bësh një vajzë të kënaqur në shtrat. Pra, kjo ishte ideja. Kështu që e thash edhe një herë, pra, mos harroni të shkoni poshtë tek femra. Mos harroni atë pozicionin e eksit, është fantastik, nuk ka gjë më të bukur se ai pozicion. I preferoj këtë gjëra që thua ti, kështu që po me dy femra të bëj seks. Okej. Është bërë trendi, sepse pash edhe një çik videon që kishte dalë me Johnny Depp, që kishte bërë një video të tillë, më duket për një këngëtar, Marilyn. Kill for me, ishte kënga, po tani. E pash që u bë buje madhe faktikisht. Kështu që kjo është ideja, pra. Ka plot mënyra, por këto janë ato, si të thuash, më ato që unë dua të koncentroj. Mo bëbo vajtë ore 6. Kështu që avasht, pra efekti i mirë a ka efekt mirë tek femra stili 69. Patjetër, stimulimi 69 është jashtëzakonshëm, është një nga stilet e mia të preferuara dhe çdo gjë nuk ka nevojë të jetë. E kam thënë dhe më parë, nuk është thjesht stili, është si bëhet ky stil dhe sa epsh ti i jep, sa e angre amperin stilit. Megjithatë 69 është po jashtëzakonisht stimulim, sepse po flisja pra për të shkuar poshtë. Edhe ju çuna ju ndihmon ky stili për të zgjatur dhe më tepër faktikisht. Kështu që megjithatë mos harroni në të gjitha kjo si përmbledhje. Vlerësoni, këtë desha po kërkoja fjalën. Jepini një vlerësim, si thua një duar trokitje. Çdo njeriu i bëhet qefi dhe i rritet egoja, kënaqësia kur vlerësohet dhe kur dëgjon një vlerësim. Pra mos harroni atë fjalën e mirë, mos harroni gjërat që ju pëlqejnë, ju ndezin tek partnerja, t'ja rrithoni, t'ja përforconi dhe t'ja tregoni që këto janë pikërisht gjërat që ju bëjnë të ktheheni tek partnerja. 1 herë, 2 herë, 10 herë, gjithë kohës, 20 vjet më mbrapa. Kështu që kjo është ideja. Pra, në rast se ajo merr, si të thuash, nismën që të nisi aksionin, atëherë kjo duhet vlerësuar dhe duhet patjetër, domethënë, duhet jep një aprovimin plus edhe ta shpërbleni për këtë gjë. Kjo është ideja që unë dua të them. Kështu që nuk janë zero dhe agresiv. Mbase këtu, faleminderit, hiqen të tillë, por më beso që në ambientet e tyre, në kokën e tyre e bëjnë këtë gjë sepse pyetjet që marr dhe mënyrën se si duan të kenë të gjejnë një shpjegim, japin komplet atë anën tjetër që mbase nuk u shfaqet, sepse unë e di atë që faqja ime turpe nuk duhet pëlqyer apo nuk duhet ndjekur apo më the të thash. Megjithatë ju që jeni guximtar të mjaft që e shikoni, ju vlerësoj dhe ke parasysh merrni diçka të paktën. Po them, videot e mia janë vërtet amatoreske, por shpresoj që të hiqet ajo paratliku për të folë për këtë gjë, ajo negativiteti për këtë, ai negativitet që është që e mbulon këtë temë, që e mbulon seksualitetin, nuk duhet të jetë e tillë, pra nuk duhet të jetë e tillë, ka ekzistuar dhe do ekzistojë. Dhe kot çuditemi sepse un kam dalë dhe po them këto që po them. Këto janë fenomene të njohura, këto janë gjëra të njohura, që nga historia, domethënë mua më pëlqen të lexoj, kam thënë edhe herë tjera, që nga egjiptianët e lashtë, që nga romakët edhe grekët, domethënë këto janë fenomene që kanë ndodhur, rituale të çuditshme që merrnin pjesë egjiptianët apo romakët apo grekrit apo në Kinë apo lodrat e shpikura historike të tyre është jam çuditur kur kam lexuar faktikisht kohë më përpara këtë gjë për punën e unazës së penisit. Imagjino, domethënë në shpikur në Kinë
vite përpara kur ishte perandori kinez, imagjino dhe bëhej me flori dhe me qerpikët e dhive. Domethënë imagjino se si që atëherë është dashur të shpikej një unas penisi që të bënte perandorin të zgjaste më tepër, sepse si ishte lehtë që të ishe perandor, jo vetëm që kishe probleme luftrave, po duhet kënaqe perandoreshën, po dashnoren, shërbëtoren, konkubinat, kështu që ta mbaj atë. Kështu që e njëjta gjë pra është, këto që unë them pra, është ideja këtu që ky negativiteti që duhet hequr, ky negativiteti që mbulon këtë lloj gjëje, pra sepse kjo nuk jam as e para as e fundit, nuk jam as e para as e fundit, as kam përqen kur që po flas për seksin, apo që po promovoj lodra, apo stimulues të ndryshëm, apo metoda të ndryshme, pra. Këto të gjitha janë dhe duhen parë në një mënyrë pozitive për stimulim, për përmirësim, për komunikim dhe për shumë, domethënë hapje të shprehjeve të fantazive dhe hikja ai frustrimi i madh që kemi të paktën ne si popull. Atëherë ju përshëndes, mirë unë do t'i lexoj komentet dhe do shikoj se çfarë më ke shkruar. Femrat janë si unë, po kanë nevojë dhe për ndihmën tuaj. Kanë nevojë dhe për këto komente që unë pash të mos bëhen më ose të mos paragjykohen dhe të mos fyhen dhe të degradohen pra nga kjo gjë. Kështu që domethënë këto lloj komentesh të tilla nuk duhet të ekzistojnë, pra ky negativiteti nuk duhet të fillojë të shpërbëhet kjo lloj reje, pra kjo ishte ajo që desha të thoja. Atëherë vlerësoni femrën, stimulojeni, kënaqni, merrni kohën, mos zgjasni shumë, kujtoni atë stilin e pules dhe vlerësojeni. Ju përshëndes, kalofsh një weekend sa më mirë. Shihemi të premten tjetër, më shkruani, kontrolloni zakoniepshit.com. Unë jam gjithmonë këtu, e vlerësoj që më ndiqni, ju vlerësoj dhe më kënaqni dhe mua, kështu që deri të premten tjetër, miru dgjofshim. Miru pafshim.